Unë mendoj që nëse nuk do ishin miliardat e Europës dhe të botës në këto 30 vite, dhe kur te miliardat e Europës dhe të botës kanë parasysh gjitha ato shuma të marra me kredi, të zbutura e me mbështetje të gjithanshme nga të gjitha anët, si një vend i hapur që i referohet organizmave ndërkombëtar, sigurisht që shumë gjëra nuk do ishin bërë dot. Si është më e varfër Shqipëria kur ka shumë më tepër mundësi të paguaj paga shumë më të larta se deri dje. Dhe ende më të larta do të jenë pagat vit pas viti, sepse ekonomia faktikisht nuk është ajo që ishte, dhe jo vetëm nuk është ajo që ishte, pa diskutim, por është futur në një cikël rritje të qëndrueshme. Mos e cysni nocin. Mos e cysni nocin se sa më shumë e cysni, aq më shumë do t'ju dhëmbi 11 maj. Do dilni shumë të trishtuar nga 11 maj. Lëreni procesin të bëjt vetën, ju keni të drejtën të mendoni ashtu siç mendoni, mbrapsht po është drejta juaj. Keni të drejtën të ndroni, keni të drejtën të imagjinoni se në 11 maj do keni popullin me vete, gjë që s'ju ndodh për shumë arsye që janë shumë të thjeshta, fare, po për një arsye shumë të madhe se ju me popullin dhe shumicën e popullit shqiptar nuk keni përputhje në mënyrën se si shikoni gjërat dhe si kuptoni gjërat, sepse populli shqiptar nuk kthehet më mbrapa. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe prisni, duroni 30 ditë. 30 ditë do duroni dhe pastaj do ta shihni se kujt do t'i trokasi noci ke dera, kujt do t'i shfaqe. Kemi ne tani luksin që të merremi me këto tërli-vërli tona këtu, siç po merrem unë me ty e ti me mua, ndërkohë që dera është hapur dhe është një mundësi historike për të gjithë, se nuk do integrohet qeveria ime në BE, nuk do integrohet Partia Socialiste në BE, nuk do integrohet gjysma e kësaj bisede, nuk do integrohet mund dhe ti të ngelesh jashtë, do integrohemi të dy bashkë, do integrohet populli shqiptar. Dhe do të thotë që të gjitha ato përfitime që vijnë nga ky bashkim me familjen e madhe europiane, duke filluar nga siguria shef, çfarë bëhet nëpër botë apo se shef? E ndjek botën e çik apo e ke mendjen ke sherifi? Do të vi sherifi. Do të vi sherifi të të shpëtojë ty.